بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه ولا شرا إلا وحذر الأمة منه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل. Të gjitha falënderimet me madhërim, dashuri dhe përulje për kasin Allahut, Zotit të Aleminit. Atë falenderojmë ndihmë dhe falje vetëm prej tij kërkojmë tek ai kthehemi me pendim të sinqert. Tek Allahu kërkojmë mbrojtje nga sherrri i vetveteve tona dhe nga punët tona të liga. Atë që Allahu e udhëzon në rrugën e tij të drejtë nuk ka kusht ta humbas. Dhe atë që ai e humbi dhe lanë devijim nuk ka kusht ta udhëzoj përpas tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përpos Allahut të vetëm dhe të paortak. Dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Ai e përcolli dhe përmbushi amanetin, e përcolli mesazhin, e këshilloi ummetin e tij. Nuk la mirësi dhe hajër vetëm se e orientoi ummetin drejt tij. Edhe nuk la sherr dhe të keqe vetëm se e palajmëroi ummetin prej tij. Ndaj lëvdata shumë dhe shpëtimi i madh i Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë me përpikmëri rrugën dhe sunetin e tij deri në ditën e llogarisë. Zoti ynë, ne nuk kemi dije përposa asaj që ti na mësove ne, vërtet ti je i gjithditur dhe i përsosur në urtësi. O Allah, ty të kërkojmë diturit dobishme, furnizim Allah dhe të begat dhe vepra të pranuara, dhe ty të kërkojmë na japësh sinqeritet dhe vërtetësi në fjalë dhe në vepra. Më pas do të vazhdojmë me mësimin ton të radhës nga ky libër i begat me titull Gjawami el-Ad'iyat an-Nabawiyya, përmbledhje e duave dhe lutjeve pejgamberike, të sheikhut të nderuar Abdurazak El-Bedr, Allahu e ruajt atë dhe ne, edhe na dhënë dobi nga dituria e tij. Thot autori, Allahu e ruajt, në këtë temë sharhu hadith, Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Thot Allah e ruajt shpjegimi i hadithit, pra lutjes profetike: o Allah, na ndihmo të përmendim ty, të falenderojmë edhe të adhurojmë në mënyrën më të bukur dhe më të mirë. Thot në vazhdim, rawa Ahmedun wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahum, ay li sahaba: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Përcjell Imam Ahmedi dhe El Hakim, të cilët transmetojnë nga sahabiu fisnik Abu Huraira, Allahu qoftë i kënaqur me të, se i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam u tha shokëve të tij një ditë: o njerëz, a dëshironi ju të bëni përpjekje të mëdha, pra të jeni të zellshëm në lutje? Ata thanë, po, o i dërguari Allahut. Ai tha, sallallahu alaihi wasallam, thoni: o Allah, na ndihmo të përmendim
të falenderojmë dhe të adhurojmë në mënyrën më të mirë dhe më të bukur. Fjala e tij sallallahu alaihi wasallam, a dëshironi o njerëz të bëni përpjekje në lutje, është një mënyrë nxitjeje dhe motivimi. Pra kështu fliste profeti alayhis salam për të nxitur dhe motivuar sahabët dhe ata që do të gjejnë këtë hadith e ngjashme me shumë hadithe të profetit ton fisnik. Lëvdata shumë dhe shpëtimi i madh i Allahut qoftë mbi të. Kjo është e dobishme në mësimin dhe udhëzimin drejt të mirës. Prandaj ata thanë, po, o i dërguar i Allahut, sepse në zemrat e tyre, mbasi dëgjuan këtë pyetje, lindi malli dhe dëshira dhe dashuria për këtë lutje të përshkruar me këto cilësi. Pra kuptimi është, a dëshironi të bëni një lutje që përmban një përpjekje të madhe në duat pra në lutjet tuaja? Mund të mendoj se ai alayhi salatu wasalam do të përmendte një lutje të gjatë me shumë fjalë. Porse ai përmendi vetëm këto 3 shprehje dhe i quajti këtë përpjekje edhe zell në lutje alayhi salatu wasalam. Kjo na tregon se profeti ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte dhënë aftësia për të shprehur dhe për të thënë kuptime të mëdha me pak fjalë. Pra pak fjalë, por se kuptime të mëdha dhe gjithëpërfshirëse. Ati i pëlqenin lutjet gjithëpërfshirëse dhe të plota dhe i udhëzonte njerëzit drejt tyre. Prandaj çdo musliman dhe muslimane duhet të kujdeset për këtë dua, e cila në këtë hadith është përshkruar si përpjekje në lutje. Dietari i madh Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Allahu shëroft ka thënë, prandaj ndër gjërat më të mira që robi i kërkon Zotit të lartësuar është ndihma për të arritur kënaqësinë e tij. Edhe një herë, ti kërkosh Allahut ndihmë jo për të realizuar çështjet e tua dunjas, që është e shkurtër dhe e përkohshme, por për të arritur kënaqësinë e tij, rizan e tij dhe shpërblimet e tija të bollshme dhe bujare. Këtë i mësoi profeti sallallahu alaihi wasallam të dashurit të tij Muadh ibn Jabal, Allahu që të kënaqë me të, kur i tha: o Muadh, pasha Allahun unë të dua ty. E shprehu dashurinë të sahabiu fisnik. Prandaj mos harro, pra i dha këtë dhurat. I tha unë të dua ty, edhe i dha i dhurat voskël. Prandaj mos harro të thuash pas çdo namazi, farz sigurisht në të dietarë, jo mbas namazeve vullnetare, o Allah, më ndihmo të të përmend, të të falenderoj dhe të të adhuroj në mënyrën më të mirë. Ibn al-Qayyim Allahu mëshiroft ka thënë gjithashtu, lutja më e dobishme dhe kërkimi ndihmës për të arritur kënaqësinë e Allahut. Pra lutja më e dobishme është kërkimi ndihmës për të arritur kënaqësinë e Allahut, ndërsa dhurata më e madhe është që Allahu ta ndihmojë robën e tij në këtë kërkesë. Të gjitha lutjet e transmetuara nga profeti alayhis salam sillen rreth kësaj, rreth largimit të asaj që e kundërshton atë, plotësimit të saj dhe lehtësimit të shkaqeve të saj. Prandaj medito mbi to, thotë Ibn al-Qayyim, e përfundoi fjalën e tij. Përmbledh thotë Sheikh Abdulrazak al-Bedr, kjo është një lutje madhështore, për të cilën robi duhet të kujdeset gjatë ditëve dhe netëve të tij. Nëse është prej atyre që e praktikojnë vazhdimisht, pra këtë dua le të gëzohet, pra të përgëzohet, sepse ai është prej atyre që përpiqen shumë në lutje. Le ta thotë atë vazhdimisht pas çdo namazi dhe në kohët kur shpesohet pranimi i lutjeve, si në fundin e natës, pra 1/3 e fundit të natës, në orën e së premtes, pra midis ikindis dhe akşamit ditën e premte, ndërmjet ezanit dhe ikametit, si dhe në kohë të tjera. Le të jetë kjo ndër lutjet që e përsërit robi më së shumti, sepse është ndër lutjet më madhështore në përpjekjen e tij për dua Zotit të botrave. Kjo pra është porosia e atij që do për atë që e do. Pra profeti alayhi salatu wasalam ja porositi Muadhit, Allahu që t'i kënaqë me të,
me një mënyrë të butë, thotë si Abdurazaku, nxitëse edhe inkurajuese. Edhe të parët tanë të mire selafus salih e porosisin njëri tjetrin me këtë lutje, duke marrë shembull nga profeti alayhi salatu wassalam. Abu Abdurrahman al-Hubuli transmeton nga As-Sunabihiu dhe ky nga Muadh ibn Jabal, Allahu i kënaqur me të, se i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam e kapi përdore pra Muadhin dhe i tha: "O Muadh, pasha Allahun unë të dua. Pasha Allahun unë të dua, prandaj të porosis që të mos e lësh kur pa thënë pas çdo namazi: Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik." O Allah, më ndihmo të përmend ty, të falenderoj dhe të adhuroj në mënyrën më të mirë. Ky është transmetim tjetër të Abu Daudi që ka saksuar Sheikh Al-Albani. Pastaj thot, vazhdimi i hadithit, Muadhi radhiyallahu ta'ala anhu ja porositi këtë As-Sunabihiut, ndërsa Sunabihiu, pra ky tabiini, ja porositi Abu Abdurrahman al-Hubulit. Allahu qoftë i kënaqur me gjithë ata dhe mëshiroft ata dhe ne. Ky hadith tregon se kjo lutje ka një veçanti të posaçme për të thënë pas namazeve. Ndërsa hadithi i parë tregon gjithashtu se kjo është një lutje e përgjithshme e cila pëlqej të thuhet në çdo kohë. Mirë po shumë njerëz kujdesi i tyre për të është i kufizuar vetëm pas namazeve. Fjala e tij alayhi salatu wasalam thoni: "O Allah, na ndihmo të përmendim, të falenderojmë dhe të adhurojmë në mënyrë më të mirë." Pra robi në këtë rast duhet ta ndjej kur thotë të dua pa aftësinë dhe dobësinë e tij, dhe se nuk ka ndryshim gjendje e as forcë verse me Allahun. Prandaj po i kërkon ndihmë Allahut: "E'ini, më ndihmo." Se po të ndihmove ti, edhe unë do jem neglizhent dhe do të haroj, do jem gafil në përmendjen tënde, falënderimin tënd dhe adhurimin tënd të bukur. Prandaj më ndihmo ti, i kërkoj ndihmë Allahut. Si ke sura Al-Fatiha: "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Vetëm ty të adhurojmë, të vetëm të parë jo të tjerë bashkë me ty, dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Ai që nuk e ka ndihmën e Allahut për veprën e tij, nuk do të ketë fuqi për ta kryer atë. Dhe nuk do të mund të bëjë asgjë, sepse është i dobët dhe i paaft. Ndaj kushdo që çohet për sabah dhe shkon falet me xhamat, mos mburret krenohet se është prej namazlive të sabahut, prej sabah falsve. Por se të falenderoj Allahun që i dha sukses. Ai që çohet me fal natën, 2 apo 4 apo 6 apo 8 apo 10 apo më tepër rekate apo më pak, mos të mburret dhe të hyjë vetë pëlqimi që ja unë çohem natën. Por se ta falenderoj Allahun që e ndihmoi dhe i dha sukses. E kështu me radhë. Ai që agjiron tonë të ende, ai që bën vepra pra mbi shokët e tij dhe mbi besimtarët e tjerë, ta falenderoj Allahun së shumti, se kjo është dhunti dhe mirësi prej tij, ai që të dhan ndihmën. Ose ti je më i aftë apo më i mirë se të tjerët, apo më i merituar se të tjerët. Por falenderoj Allahun për të sukses që të dha. Se ti vetë çfarë je i dobët dhe i paaft. Prandaj sa shumë nevojë ka robi që ta lusë Allahun me këmbgulje, me këtë lutje në çdo kohë, e sidomos mbas farzave siç e dëgjuam në hadithin ton. Kur ta kesh falur farzin dhe ta kesh kryer atë me muslimanën në shtëpinë e Allahut, fal lehtësimit që të ka dhënë Allahu, kujtoje këtë mirësi dhe këtë begati. Kujtoj gjithashtu se të presin namazet të tjera. Prandaj nxito ti lutesh Allahut pas përfundimit të namazit që të ndihmoj në kryerjen e namazeve të tjera dhe adhurimeve që do të dinë më pas. Ashtu siç të ndihmoj ta krye këtë që sapo përfundove. Prandaj është shumë e përshtatshme që pas çdo namazi të thuash vazhdimisht: "Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik." Pra shohim njerëzit që mbas farzit fillojnë edhe biseda boshe, fjalë pa vend, ose ngrihen dhe largohen me të shpejt. Ngadal, ku shkon? A e bëre dhikrin mas farzit? Prej ti dhikri është kjo dua, pra e kryve këtë namaz. Po kërko pra ndihmë Allahut që t'i japi sukses namazet e tjera. E bëre këtë vepër, e bëre këtë adhurim. Kërko pra ndihmë për veprat e ardhshme. Pra lutu thuaj: "O Allah, më ndihmo të përmend, si shfala këtë farzë, fal farzet tjera,
të falenderoj dhe të adhuroj në mënyrën më të mirë, sepse Allahu këto pranon. Faljen e bukur, mënyrat e mira, të pasta, sinqerta, siç do e dëgjojmë në vijim. Sikur dëshiron të thuash, thotë Sheikh Abdulrazak. Pastaj duaj, pra kjo dua çfarë kuptimi ka? O Allah, ashtu siç më ndihmove për këtë namaz dhe më dhurove sukses që ta fal atë me xhamat. Më ndihmo edhe për namazet që do të vinë dhe për adhurimet e ardhshme. Mos më lër për asnjë çast, pra si ka ardhur, wala takilni ila nafsi tarfat ayn. Mos më lër ti mbështetem vetësime as një rrau që pallash, një të hapur e mbyllur syve. Prandaj ikëm ngulës me këtë lutje pas çdo namazi dhe bëj gjithashtu pjesë të lutjeve tua të përgjithshme në kohë të ndryshme. Fjala e tij alayhi salam Allah na ndihmo të përmendim. Duke ardhur në shumë e inne, edhe se është saktë të thuash e inni, më ndihmo mua. Do të thotë na ndihmo të jemi të vazhdueshëm në përmendjen tënde, të merremi shumë me të, jo me thashe theme, me shpifje, me tallje, me marr në përkëm nderin e muslimanëve, e me llafe boshe, e me shaka boshe, jo. Pra na ndihmo të jemi të vazhdueshëm në përmendjen tënde, të merremi shumë me të dhe të këmbgulim në të, qoftë në dhikrin e përgjithshëm apo në dhikrin e lidhur pra me kohë të caktuara. Na bëj prej atyre që të përmendin ty shumë, ashtu siç ka thënë Allahu i lartësuar, ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira. Vazhdon ajeti, usabbihuhu bukratan wa asila. Çfarë thotë i lartësuari në këtë urdhër kuranor? Thotë, o ju që keni besuar, përmendeni Allahun me një përmendje të shumtë. Thon dietarët e Kuranit, thon shumica dhe sasia në Kuran është e nënçmuar, përveç se ke dhikri Allahut. Numri shumës në Kuran, sasia dhe shumica ka ardhur nënçmuar, përveç se ke dhikri Allahut. Udhkurullaha dhikran kathiran. Pra përmendeni Allahun me një përmendje të shumtë, ka thënë i lartësuari, wadh-dhakirin Allaha kathiran wadh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Në fundin e disa cilësive që përmendur besimtarët dhe besimtarët thotë, për burrat që përmendin shumë Allahun dhe gratë që përmendin shumë Allahun, Allahu ka përgatitur çfarë? Falje. Pra nuk i ndëshkon ata dhe shpërblim të madh, Allah na bëf për tyre. Pra qëllimi me dhikrin këtu përmendjen e Allahut nuk është vetëm përmendja me gjuhë. Qëllimi me dhikrin me përmendjen e Allahut nuk është vetëm përmendja me gjuhë. Pra robotike, si papagalli, jo. Por është përmendja me zemër dhe me gjuhë. Pra të jetë sinkron gjuha me zemrën. Përmendja e tij pra Allahu subhanahu wa taala përfshin përmendjen e emrave dhe cilësive të tij, që vetë tauhidi ka vetë gjitha ne. Përmendjen e urdhrave dhe ndalesave të tij, si dhe përmendjen e fjalës së tij. Kjo domosdoshmërisht kërkon njohjen e Allahut. Besimin në të, në cilësitë e përsosmërisë së tij, në madhështinë e tij dhe lavdërimin e tij me të gjitha llojet e falënderimeve. Dhe kjo nuk plotësohet verse me veçimin, pra me tauhidin e tij. Prandaj, thotë shehu, përmendja e vërtetë e Allahut i përfshin të gjitha këto. Si të përfshin përmendjen e mirësive, begative dhe bamirësisë së tij ndaj krijesave. Fjala e profetit alayhi salam dhe të falenderojmë ty, aini ala dhikrika wa shukrika. Do të thotë, o Allah, më ndihmo të vazhdoj të falenderoj për mirësitë tua. O ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nuk posedoni në mirësi veçse keni prej Allahut. Wa in ta'udu ni'mat Allah la tuhsuha. Nëse do t'i numëronit mirësitë Allahut, nuk do t'i përfshini dot gjitha ato. Pra robi kërkon nga Allahu ndihmë për ta falenderuar atë. Sepse shumë njerëz kur u vin begatit, mirësit, angazhohen me gjëra që i shpërqendrojnë dhe i largojnë nga falënderimi i dhuruesit të përsosur dhe të patmeta. I vin njeriu në lek një shumë parash, thot ta ngrëdhe një kat vilës. I themi e ke kry haxhin? Jo. Po pse ngrë një kat tjetër vilës? S'ka bëj haxhin e Islamit. Ke bërë një umra, ke dhënë zekatin e pasurisë, i ke dhënë diçka të varfrit.
Vetëm mendon me shtu. Në falënderim hyn edhe përdorimi i mirësive të Allahut në bindje ndaj tij dhe mos përdorimi i tyre në ato që sjell zemërimin dhe pakënaqësinë e tij, dhe ndoshta në shkimin e tij. Allahu në librin e tij përsosur dhe të lavdishëm i ka urdhëruar robërit e tij të jenë falënderues dhe i ka ndaluar nga e kundërta, që të kufru ni'am. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Më përmendni mua që unë ju përmend ju. Më falenderoni dhe mos më mohoni. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid. Përmend kur Zoti yt shpalli dhe tha, nëse ju do të më falenderoni do uashtoj mirësitë e juaja. E nëse do të mohoni dijeni se ndëshkimi im është i ashpër. Pra, Allahu në librin e tij ka urdhëruar robërit e tij të jenë falënderues dhe i ka ndaluar nga e kundërta. Ai ka lavdëruar falënderuesit, Allah në bëf prej tyre. I ka cilësuar me këtë cilësi robërit e tij të zgjedhur. E ka bërë atë pra falënderimin e tij qëllim të krijimit dhe të urdhrit të tij. U ka premtuar atyre shpërblim më të mirë. E ka bërë shkak për shtimin e mirësive dhe dhuntive të tij, mbrojtës dhe ruajtës të begative. Pra falënderimi i Allahut që nga çfarë? Mbrojtës dhe ruajtës i begative. Dhe shkak shtimi, shkak bereqeti. E ka bërë shkak për shtimin e mirësive dhe dhuntive të tij, mbrojtës dhe ruajtës së begative, si dhe ka treguar se vetëm ata përfitojnë nga argumentet e tij, qofshin ato në horizont dhe qofshin ato në vetët tona. Ai subhanahu wa taala gjithashtu i ka bërë të larmishme mënyrat e nxitjes drejt falënderimit. Thot Allah i lartësuar në librin e tij Fisnik, pra përmendëm disa ajete, thot washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Andaj falenderoni mirësinë e Allahut, nëse vërtet vetëm atë e adhuroni, pra jeni prej njerëzve të tauhidit, jeni muahidin. Dhe ka thënë washkuruli wala takfurun, më falenderoni mua dhe mos më mohoni. Dhe ka thënë ajetin tjetër, fabtaghu 'inda Allahi rizqa wa'buduhu washkuru ilayhi turja'un. Andaj kërkojini furnizimin tek Allahu, adhurojini atë dhe falenderojini atë, tek ai do të ktheheni, pra për të llogari. Allahu i lartësuar e ka lidhur shtimin e mirësive dhe falënderimin, ndërsa shtimi i mirësive të tij nuk ka fund, ashtu siç nuk ka fund falënderimi ndaj tij. Ka thënë i lartësuari, wa idh ta'adhana, përmendëm pak më parë, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid. Për kujto kur Zoti juaj shpalli, nëse ju më falenderoni unë do t'u ashtoj edhe më shumë, e nëse më mohoni, vërtet dënimi im është i ashpër. Pra Allahu i lartësuar ka lajmëruar se atë vërtet e adhurojnë vetëm ata që e falenderojnë. Ai që nuk e falenderon nuk është prej adhuruesve të tij. Pra Allahu i lartësuar ka thënë washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Falenderoni Allahun nëse vetëm atë jeni që e adhuroni. Dhe në një hadith ka ardhur se Zoti i botrave thot, hadith kudusi, thot çudi thot me birin e Ademit e kam krijuar i vetëm dhe furnizoj i vetëm dhe ai falenderon të tjerë përpas meje. Dhe ka sjell shembullin e Pejgamberit sallam si shembulli thot një pronari që ka një rob, një shërbëtor që është pronë e tij. Ky çfarë i punon toka dhe i bën shërbimet i pronari dhe fitimet i jepi pronari tjetër. Kështu dhe ne jemi robër të Allahut. Pra si do të kënaqë Allahu kur ne çdo mirësi e kemi prej tij, e të falenderojmë të tjerë për posti ose të tjerë bashkë me të? La ilaha illallah. Dhe ky është shirku, kjo është idhujtaria. Po ashtu ka treguar Allahu subhanahu wa taala se kënaqësia e tij është në falënderimin ndaj tij. Ai ka thënë wa in tashkuru yardahu lakum. Nëse falenderoni ai është kënaqur pra me ju, e pëlqen falënderimin tuaj. Falënderimi i Allahut është detyrë për çdo musliman. Ai është rruga për ruajtjen, vazhdimsinë dhe shtimin e mirësive, ndërsa mos falënderimi i begative është shkak për zhdukjen dhe humbjen e tyre. Është thënë, pra kanë thënë arabët e hershëm dhe dietarët e mirë, çdo falënderim sado i vogël qoftë, është çmimi i çdo mirësie, sado e madhe qoftë. Edhe një herë, çdo falënderim sado i vogël qoftë, është çmimi i çdo mirësie, sado e madhe qoftë ajo. Prandaj, nëse njeriu nuk falenderon,
ai e ka ekspozuar mirësinë ndaj humbjes së shkatrimit. Ashtu gjithashtu, falënderimi është pranga, realitari që i ruan mirësitë ekzistuese dhe është gjuetia e mirësive që mungojnë. Allahu Akbar. Edhe njëherë, falënderimi është pranga, realitari që e lidh dhe i ruan mirësitë ekzistuese dhe është gjuetia e mirësive që mungojnë, pra që s'kanë ardhur ende. Të parët anë të mire i quani falënderimin el-hafidh, ruajtësi, sepse ai i ruan mirësitë që njeriu tashmë i ka dhe sjellësi, sepse sjell dhe tërheq mirësitë që mungojnë. Pra fjala e tij, profetit alayhis salam, ku thot wa aini ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, dhe adhurimin tënd të mirë, nuk tha vetëm adhurimin tënd, sepse adhurimi nuk pranohet përveç se kur është i mirë. Allahu lartësuar ka thënë: "Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi 6 ayamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Thot ai, Allahu lartësuar në Kur'anin Fisnik, ai është që krijoi qiellin dhe tokën për 6 ditë, ndërsa arshi i tij, troni i tij madhështorisht e mbi ujë, për t'ju sprovuar se cili prej jush e ka veprën më të mirë. Dhe ka thënë në surën Al-Mulk: "Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Ai që krijoi vdekjen dhe jetën për t'ju sprovuar ju se cili prej jush ka veprën më të mirë, pra më të bukur. Prandaj vepra duhet domosdoshmërisht të jetë e mirë, që të pranohet tek Allahu. Dietarët, Allahu më mëshiroft, kanë thënë se vepra nuk është e mirë përveç se kur bashkohen në të dy cilësi, pra dy kushte. E para të jetë sinqert vetëm për Allahun, dhe e dyta të jetë në përputhje pra me sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Nëse nuk është e sinqert për Allahun, ajo i kthehet mbrapsht vepruesit të saj dhe nuk pranohet prej tij, siç ka ardhur në hadithin kudusi, ku thot Allahu lartësuar në të: "Ana aghna ash-shuraka'i 'an ash-shirk, man 'amila 'amalan ashraka ma'i fihi ghayri taraktuhu wa shirka." Ka thënë Allahu lartësuar në këtë ajet, në këtë hadith kudusi, ka thënë: "Unë jam më i panevojshëm nga ortakët për ortakëri. Kush kryen, pra bën një vepër duke më shoqëruar mua dikë tjetër në të, unë e lë pra e braktis atë dhe shirkun e tij." Nëse vepra nuk është në përputhje me udhëzimin e profetit fisnik sallallahu wasallam alaihi, ajo i kthehet mbrapsht vepruesit të saj dhe nuk pranohet kursesi prej tij. Ashtu siç ka thënë profeti sallallahu në hadithin e Aishës radhiyallahu anha, ka thënë: "Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa radd." Kush vepron një vepër që nuk është sipas urdhrit ton, ajo është e refuzuar. Domethënë, i kthehet mbrapsht vepruesit të saj. Pra këto janë veprat që janë me bidate, që si ka vepruar profeti sallallahu në shokët e tij. I kthehet mbrapsht vepruesit të saj dhe nuk pranohet prej tij. Prandaj kërkimi i ndihmës nga Allahu për adhurim të mirë përfshin kërkimin e sinqeritetit në të dhe suksesin për të qenë në përputhje me sunetin për rrugën e Muhamedit sallallahu dhe shokët e tij. El-Fudayl ibn Iyad, ky dietar i madh prej selefëve, Allahu e mëshiroft, duke komentuar fjalën e Allahut lartësuar që thot: "Liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala", që t'ju sprovoj se cili prej jush ka veprën më të mirë, ka thënë: kush ka veprën më të sinqert dhe më të saktë. I thanë: "O Ebu Ali", kështu e kishte në fund babai Aliut, "çfarë do të thotë më të sinqert dhe më të saktë?" Ai tha: "Kur vepra është e sinqert, po nuk është e saktë, nuk pranohet. Dhe kur është e saktë, po nuk është e sinqert, nuk pranohet derisa të jetë njëkohësisht e sinqert dhe e saktë. E sinqerta thot është ajo që bëhet vetëm për Allahun, ndërsa e sakta është ajo që bëhet sipas pra sunetit, sipas rrugës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam." Pra këto dy baza janë bashkuar në disa ajete, ndërto edhe ajeti me të cilin përfundon surja El-Kahf, që lexojmë në natën e Xhuma, po ditën e Xhuma, ku Allahu lartësuar thot në të: "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Andaj kush shpreson takimin me Zotin e tij, pra ditën e llogarisë, shpërblimin për veprat e tija, le të bëj vepra të mira dhe të mos i shoqërojë askënd në adhurimin ndaj Zotit të tij. Thot Sheikhul
mbajini mend, të janë të bukura. Gjendjet e veprave të njerëzve në lidhje me këto dy baza janë 4. Pra njeriu nuk shpëton kur bën një vepër të mirë nga këto 4 gjendje. Gjendja e parë thot, vepër e sinqert vetëm për Allahun dhe në përputhje me sunetin e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kjo është e vetmja që cilësohet si vepër e mirë dhe e pranuar. Mbajini mend të parën. Gjendja e dytë, vepër e sinqert për Allahun, por që nuk është sipas sunetit të dërguarit Allahut alaihi wasallam. Kjo gjendje shpesh tek ata që adhurojnë sipas dëshirave, pasioneve dhe bidateve. Ata kanë sinqeritet ndaj tij, prandaj Allahut që adhurojnë, por nuk e ndjekin të dërguarin Allahut alaihi wasallam. Ata adhurojnë Allahun me gjëra që vetë ata i konsiderojnë të mira. Por se e mirë është ajo që Allahu na ka thënë që është e mirë dhe i dërguari i tij. Allahu lartësuar ka thënë po në surën Al-Kahf përpara këtij ajetit që përfundon surja Kahf, ka thënë lartësuari قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Çfarë thotë i lartësuari? Thuaj, a t'ju lajmërojmë për humbësit më të mëdhenj në vepra? Ata përpjekja e të cilëve në jetën e kësaj bote ka humbur, ndërsa ata mendojnë se janë duke vepruar mirë. Allah na ruaj. Dhe kjo është prej mashtrimeve të shejtanit. Gjendja e tretë, thotë shehu, që veprat të jenë në përputhje me sunetin, por të mos jetë e sinqert vetëm për Allahun. Në të mund të ketë sy e fajsi, kërkim të famës ose dëshirë për të arritur diçka nga kjo botë përmes veprës. E sa është shtuar kjo gjendje në kohën e këtyre selfieve. Robi shkon me bëj një tawaf, ta bëj një foto, ta bëj një video, shkon me bën një dua, ta bëj një video, të prej një kurban, ta bëj një video, edhe ta postoj si çfarë bëra unë. A leno i gjë për Allahun? Veprën e bëre për ta postuar në rrjetet sociale, për të thënë njerëzve që bëre tawafin, bëre haxhin, ishte në Arafa, bëre kurban, bëre sadaka. Pse në shejtani do të mashtroj? Pse humb shpërblimin e veprës? Allah na ruaj nga syfaqësia. Quhet shirku i fshet. Tha pejgamberi selam ngrihet robi të falet. Kur heton se dikush po e sheh apo po e dëgjon, e zgjat të namazin ose zbukuron zërin. Ju prish vepra. Allah na ruaj. Është transmetuar në hadith se profeti alayhi salam një ditë doli te sahabët e tij, ndërsa ata ishin duke biseduar. Ai tha: "Ma tadhakkarun?" Qalu: "نتذكر فتنة المسيح الدجال." قال: "ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟" قال: "قلنا بلى." فقال: "الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته، وفي رواية يطيل صلاته لمن يرى من نظر رجل إليه." Për çfarë po diskutoni? I gjeti për mesami di sahabët duke diskutuar. Për çfarë po diskutoni, tha? Ata thanë, po diskutojmë për sprovën e Mesihut Dejjal, Mesihut të rrejshëm, të verbrit. Allah na ruaj nga sprova e tij. Ai alayhi salam tha: "A t'ju tregoj për atë që un kam më shumë frikë për ju se sa Mesihu Dejjal?" Ne tham po. Ai tha: "Shirku i fshet që një njeri të ngrihet për të falur namaz dhe ta zbukurojë namazin e tij për shkak të shikimit të një personi tjetër. Sa kohë s'po shikon ndonjë njeri, as po e zgjaste, as po e zbukuron namazin, apo zërin apo leximin. Kur pa apo hetoi që dikush po e shikon dhe po e dëgjon çfarë, e zbukuroi zërin dhe zgjati namazin. Pra hyri si e fajësia. Allah na ruaj. Ndaj kujdes vlezër. Pra ai falet dhe zbukuron namazin e tij, por jo për Allahun. Ai e bën këtë për shkak të shikimit të dikujt tjetër ndaj tij. Kështu vepra mund të jetë sipas sunetit në formën dhe mënyrën e saj, por të mos jetë sinqert vetëm për Allahun. Në këtë mënyrë asaj mungon një kusht themelor për pranimin e saj. Dhe gjendja e katërt dhe e fundit dhe mbyllim me këtë fjalë, që vepra të mos jetë as e sinqert për Allahun dhe as të jetë sipas sunetit të dërguarit Allahut alayhi salam. Duke qenë se adhurimi është i shpikur dhe ai që afrohet përmes tij, në të vërtetë i afrohet dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, si veprat e idhujtarëve. As kanë për qëllim Allahun,
edhe as veprat e tyre janë sipas sunetit. Por Allahu na ruaj nga tre gjendjet e fundit dhe na mësoft që veprat tona të jenë sipas gjendjes së parë. Veprat e bukura, ato që janë të sinqerta dhe të kulluara vetëm për Allahun, për fytyrën e tij, për kënaqësinë e tij, duke shpesuar shërbimin e tij, dhe ato që janë në përputhje me sunetin e profetit alayhi salatu wasalam. I themi këto fjalë, edhe lutem Allahun të japë bereqet në to dhe e përfundojmë mezhlisin dhe mësimin ton të kësaj nate. Subhanak Allahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.